Jën gjatjeta me që të nderuar. E keni pa kove të fundit, bota nuk po dridhet vetëm nga raketat, luftrat apo kërcënimet bërthamore. Bota po dridhet nga një armë shumë më e heshtur, por ndoshta shumë më e rrezikshme se këto tri të parat. Po dridhet nga nafta. Mjafton një tension në gjirin persik, një kërcënim ndaj Hormuzit, apo një vendim i OPEC-ut dhe menjëherë fillon zinxhiri global i krizave. Çfarë ndodh? Rriten çmimet e karburanteve në Amerikë, tronditen bursat në Evropë, shtrejtohet buka dhe ushqimi në Azi dhe Afrikë, e në të njëjtën kohë edhe qytetari i Kosovës dhe i Shqipërisë, i Ballkanit në përgjithësi, e ndjen këtë goditja thellë në xhep. Përse ndodh kështu? Sepse në shekullin 21, njëjtë sikur në shekullin 20, nafta nuk është vetëm energji. Ajo është gjaku i ekonomisë globale dhe nervi kryesor i fuqisë gjeopolitike. Amerika, kazam, fuqia më e madhe e botës dhe një nga prodhuesit më të mëdha të naftës, po përballet sot me një paradoks të çuditshëm dhe të frikshëm. Edhe pse nxjerr miliona fuqi në ditë naftë, qytetari amerikan po e paguan çmimin rekord për benzinë, për transport, për jetesë. Pse? Sepse ekonomia amerikane është ndërtuar mbi automobilin, mbi automjetet, lëvizjet midis qyteteve. Është ndërtuar mbi konsumimin masiv dhe natyrisht energjinë e lirë. Kur rritet çmimi i naftës, nuk goditet vetëm pompa e benzinës, por goditet pikërisht dhe më së shumti klasa e mesme amerikane. Rritet inflacioni, rriten normat e interesit, dobësohet ekonomia dhe lëkundet vet stabiliteti politik i Washingtonit. Prandaj, SBA e mbron kaq fort gjirin persik dhe lindjen e mesme, Hormuzin në rastin konkret dhe rrugët detare globale në përgjithësi, sepse një krizë energjetike mund të godas Amerikën, po aq sa mund të godas një luftë ushtarake. Por, ajo që po ndodh sot nuk është alarm vetëm për amerikanët dhe për botën, është edhe për neve shqiptarët. Në Kosovë dhe Shqipëri, ku ekonomitë tona varen nga importi, kryesisht nga importi, nga diaspora dhe tregjet evropiane, çdo rritje e çmimit të naftës nënkupton rritjen e çmimeve më të larta të ushqimit, të transportit dhe të jetës së përditshme. Nëse Amerika, Kina dhe Evropa po hyjnë në një epokë të re të luftrave energjetike, atëherë shumë normale është të thuhet se Ballkani, hapësira shqiptare nuk mund të mbetet e paprekur. Në videon e sotme, pra do të flas për goditjen e Iranit që i ka dhënë Amerikës nga brenda. Shifrat të cilat do t'i përmendi këto, faktet të cilat do t'i përmendi këto, datat dhe ngjarjet të cilat do t'i përmendi këto janë të habitshme, por në të njëjtën kohë janë fakte, realitete me të cilat sot merret Amerika dhe qytetarët e saj. Do të flas shkurt lidhjet e naftës me Amerikën, lidhjet e Amerikës me lindjen e mesme, e sidomos do të fokusohem në atë që unë e kam konsideruar gabim katastrofik i Donald Trump që e dëgjoi Netanyahun dhe e goditën Iranin. Pasojat tani po shihet dhe këto do t'i shpjegoj në pika për aq sa na lejon koha. Të nderuar, për disa dekada nafta nuk ka qenë vetëm mall ekonomik, që nga koha e zbulimit, por
ka qenë dhe vazhdon të jetë një instrument pushteti, instrument presioni dhe natyrisht mjeti kryesor për sigurinë kombëtare. Njëjtë do të vazhdoj edhe në vitet e dekadat në vazhdim. Kur çmimi i naftës rritet, e përmena pak në hyrje, nuk shtrejtohet vetëm benzina, por shtrejtohet transporti, sepse shtrejtohet nafta dhe dizeli, shtrejtohet ushqime, pleherat kimike, prodhimi industrial, biletat ajrore, energjia elektrike dhe madje edhe lëkundet stabiliteti politik i shteteve, nëse ndodh kjo me Washingtonin, me sistemin politik të Washingtonit, si të mos thuhet më me këmbgulje se lëkunden stabilitetet politike të shumë vendeve të botës, e mos të thëmë të çdo vendi të botës në çdo cep të saj. Sipas Bankës Botërore, dëgjoni tash, çmimet globale të mallrave për vitin 2026 priten të rriten në mbi 16%, ndërsa çmimet e energjisë do të rriten midis 24 dhe 30%. Kejt kjo për shkak të goditjes së Iranit dhe nga luftrat e fundit në lindjen e mesme, që kanë shkaktuar edhe ndërprerjen e furnizimet, akt të cilën e bëri Irani si kundërpërgjigje ndaj sulmeve amerikano-izraelite mbi tokat iraniane. Banka Botërore gjithashtu paralajmëron se çmimet e pleherave kimike do të rriten ndjeshëm, gjë që e kthen krizën e naftës në krizë ushqimore. Veç dëgjoni faktet dhe shifrat dhe çfarë ndodhi me goditjen e Iranit. E kam thënë edhe më parë, do të ketë qenë ndonjë faktor, ndonjë sebeb shumë i madh që e ka shtyje Trumpin administratën amerikane ta nis luftën kundër Iranit. Ose duhet të kishte qenë ndonjë e zënme me derë bishtin për ta detyruar Trumpin që për ta shpëtuar momentin e vetë të nis një luftë me Iranin. Të tretën unë nuk mund ta akseptoj, nuk mund ta logjikoj. Duke qenë se ngushtica e Hormuzit është kaq e rrezikshme, nëse kjo arterie po u bllokua ka, atëherë po shihet, këto e kemi thënë më njëherë, tregu global humb një pjesë gjigante të furnizimit prej naftës e në çdo produkt tjetër që i dohet njeriut në jetën e tij të përditshme. Kjo që po ndodh tani, sipas IEA-s, është ndërprerja më e madhe në historinë e tregut global të naftës, ndërsa raportet e fundit të ekspertëve dhe instituteve, emrat e të cilëve institute i kam shpjeguar në para 1-2 javë. Të gjitha këto po flasin për humbje të mundshme deri në 100 milion fuqi në javë nëse Hormuzi vazhdon edhe më tutje të mbetet i mbyllur. Andaj unë me video të shkurta në morin tim, llogarin time në Facebook, si edhe në videon e djeshme, si edhe në live, e do të vazhdoj edhe 3-4 ditë do të flas kryesisht për takimin e Trump me Xi Jinpingun, sepse ky takim i këtij niveli është shenja se ka do të shkoj bota në vitet dhe dekadat në vazhdim. Duke po rëndësinë e ngjarjes, siç kam vepruar edhe më parë, me ngjarje të rëndësishme në botë, do të fokusohem këtë ditë kryesisht në politikat e brendshme dhe jashtme amerikane, si edhe në dialogun që do të nis nesër i 14, nëse mas nesër i 14 dhe me 15 në Pekin.
E keni dëgjuar disa herë, jo vetëm prej meje, por edhe prej analistëve të njohur në botë, se SBA është prodhuesi më i madh në botë i naftës. Por, jo gjithkush e përmend se SBA nuk është i paprekshëm siç mendohet kur thuhet se është prodhuesi më i madh i naftës në botë. Për shka? Për shkak se edhe pse SBA është ndër prodhuesit dhe eksportuesit më të mëdhenj në botë të naftës, konsumatori amerikan nuk është i mbrojtur nga çmimi dhe tregu global i naftës. Çmimi i naftës vendoset në treg ndërkombëtar, jo në Washington, a San Francisco apo në New York. Pra, kur Brent ose WTI, VTI-ja rriten, pikërisht dhe fillimisht para të gjithëve, qytetari amerikan e paguan më së shumti. Paradoks, të cilin do ta shpjegoj pak më vonë. E përmenda Brent dhe VTI. E dini se çfarë do me thonë Brent dhe VTI? Brent dhe VTI janë dy standardet, po detyrona me këshyren orën. Brent dhe VTI janë dy standardet kryesore botërore për çmimin e naftës. Këto dyja përdoren si pika reference për tregtinë globale të naftës. Brent ose Brent crude është nafta referuese kryesore për Evropën, lindjen e mesme, Afrikën dhe pjesën më të madhe të tregut global. Emri Brent vjen nga një fushë nafte në detin e Veriut midis Britanisë së Madhe dhe Norvegjisë. Kur dëgjon lajme të zëm se nafta Brent arriti në $100 për fuqi, ti kuptoje se kjo i referohet çmimit global të naftës. Brent është shumë i rëndësishëm. Përse? Sepse përdoret nga rreth 2/3 e tregtisë botërore të naftës, ndikohet kryesisht nga Hormuzi, nga lëvizjet e OPEC-ut, nga lindja e mesme dhe, sikur që po ndodh tani, nga luftrat detare. Po çfarë është WTI ose VTI-ja? West Texas Intermediate. Ky është standardi kryesor amerikan në lidhje me naftën. VTI prodhohet kryesisht në Texas dhe Oklahoma dhe tregtohet kryesisht në SBA, por edhe konsiderohet një ndër naftat më cilësore në botë, që quhet light and sweet crude. Çka i bje light, më e lehtë për rafinim, çka i bje sweet e ëmbël, ka më pak sulfur. Prandaj është nafta më e kërkuar dhe më e preferuar jo vetëm brenda Amerikës, por gjithandej ku SBA-ja shet dhe tenton ta shet naftën. Nejse me këtë shpjegim teknik të këtyre dy termeve, po kthehem të tema rreth SBA-ve. Se çfarë i bëri Irani SBA-ve nga brenda. Në SBA miq, çmimet zakonisht, çmimet e naftës shiten apo maten me gallon, jo me litër sikur tani në Evropë. Sipas EIA, çmimi mesatar i benzinës në SBA ka qenë $3.99 deri me 30 mars 2026. Ndërsa tani sillet aty midis 4.52, 4.59 për gallon. Mirë po, dizeli ka shkuar në $5.6. E përmenet çto EIA. Çfarë është EIA? Shkurtesa është US Energy Information Administration. Do me thënë, agjencia zyrtare amerikane që merret me mbledhjen, analizimin dhe publikimin e të dhënave për energji. Edhe pse që ky çmim 5.8, 5.9 edhe 6
duket të mos jetë shumë i lartë për gallon. Kjo është në fakt shumë e rëndë për brenda, për Amerikanët. Për shka? Sepse modeli jetësor Amerikan, si që thash në fillim të hyrjes, bazohet në automobila, në largësi të mëdha vendet e punës, në periferi dalje, ardhje, punë larg shtëpije dhe natyrisht varësi totale nga karburanti. Prandaj, rritja e naftës kthehet shpejt në një pakënaqësi politike, siç është duke ndodhur që tani në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ta la pak Amerikën, ta shohim Evropën. Evropa u pa se ishte më e përgatitur nga viti 2022 për shka sepse kishte mësuar nga kriza e pushtimit të Rusë Ukrainës. Arrinta të bëj një sasi të konsiderueshme të LNG-s, LNG-s, nafti i lëngshëm, energji koncentrohet në energji të ripërtëritshme dhe i mbush rezervat e veta me naftë. Mirë po, kjo nuk do me thonë se e ka kriju një pavarësi nga ngjarjet të cilat po ndodhin rreth Hormuzit dhe bllokimin e nyjeve, ngushticave dhe rrugëve detare që priten të bëhen nëse SBA-ja edhe më tutje i mban të bllokuara detrat për rreth Iranit. Megjithëse që Irani i ka gjetë rrugët e veta për transportimin, eksportimin e naftës. Ka Pakistani andej, pastaj ka Verijo, pastaj ka deti Kaspik, pastaj Turqia jo që është të ndihmue Iranit prapa shpinës së Amerikës, po për Turqien u bë baklav me ara. Ka fillue transporti i naftës nga Iraku e nga Irani te porti i Rejhanlës atje dhe Gjejhan, më falni, se Rejhanlë është në kufi me Irakun atje, me të madhe është duke shitur naft, gjendje kjo nga e cila po përfiton mjaftueshëm Turqia. Po e la këtë pjesë. Nafta natyrisht, meq kriza e naftës, fillimisht prek transportin, prek industrin, prek këtë bujqësin, blektorin, energetikën. Edhe kur energjia elektrike vjen nga burimet të pastërta, mos harroni, kamionët, anijet, kerrët, avionët dhe zinxhiret furnizues të tjerë mbeten ende në rrezik, sepse varen kryesisht nga Evropa. Pra, nga nafta, më falni. Pra, në Evropë, rreziku kryesor tani është stagflacioni. Çka i bie kjo? Rritjet e dobëta ekonomike, natyrisht çmime të larta. Kjo krijon zakonisht presion mbi qeverit e vendeve evropiane, me që jemi të folur për Evropën. Nëse subvencionojnë, rritet deficiti. Por nëse nuk subvencionojnë kompaninë, qytetarët, rritet zemrimi social. Hypset vrava, zhdrypset vrava. Çka ndodhi me Kinën? Amerikën e prekum pak, do të vazhdojmë më thellësisht. E prekum Evropën. Po me Kinën çka ndodhi, me këtë fabrikën e botës, Kina meq nuk vuan vetëm si konsumator energjie, por vuan më shumë si qendër prodhuese globale. Inflacioni i prodhuesve në Kinë ka arritur nivelin më të lartë në 65 muajt e fundit. Dhe kjo i shtyr nga çmimet e energjisë, nga rritja e çmimit të naftës, gazit dhe metaleve të tjera të cilat ju kanë ngritë çmimet për shkak ngritjes së çmimeve të transporteve. Mbajini mend këtë. E kam përmend edhe shumë herë më parë. Kur shtrejtohet prodhimin në Kinë, shtrejtohen produktet në Evropë. Me një herë.
në Amerikë natyrisht, në Ballkan tek ne detyrimisht dhe gjithandej në Afrikë. Pra, kriza e naftës në Hormuz mund të shihet në çmimin e një telefoni kur e blejmë apo kur flasim me te, në çmimin e një makine, në çmimin e një lavatriçeje, apo një produkti ushqimor. Po lami botën tash, në Prishtinë, në Gilan, në Ferizaj, në Prizren, në Tiranë, në Berlin, apo edhe në Paris e Gjetio. India, pak më ndryshe çështja e Indisë. India është një shembull shumë interesant në rastin konkret. Ajo është konsumatori i tretë më i madhi i naftës në botë. Megjithatë, këtë krizë të tanishme e ka menaxhuar me një pragmatizëm nga i cili do të mësojnë edhe shtetet e tjera në të ardhmen. Çka ka bo? Ka bler naftë ruse me zbritje. Me gjithë presionet në fillim të Trumpit që të ndërpret, India e ka luajtur një lojë diplomatike në favor të vetin ekonomik dhe fillon me ble naftë ruse me zbritje. Pastaj fillon me ble naftë iraniane me zbritje, me gjithë embargon që SBA ja ka vendosur. Është duke paguar para të mëdha Pakistanit me gjithë që janë në gjendje ta quaj lufte, që të lejon Pakistanit cisternat e naftës dhe mjetet tjera transportuese nga Irani të kalojnë në Pakistan dhe të shkojnë në Indi. Pakistani është duke fituar nga që ky transport i naftës iraniane që bashkon në Indi, ma shumë se sa ta kishte ble vetë naftën dhe dhe ta vendoste aty. Pozita geografike ka njerë është lokuma dhe pozita geografike trojes shqiptare, hapësira shqiptare e ka shumë të fort. Nëse Serbia krenohet me pozitën geografike dhe e konsideron vetën zemra e Evropës, çush mos ta bëj Shqipëria e Kosova kur kanë dete. Serbia varet shumë nga hekurudha prej Selanikit që del në Beograd atje, përpara ka ardhur në Ferizaj, Heliopolisi. Edhe ka dalë të Bujanovci, për që ata hekurudh nuk e kanë shtije në për Kosovë, po e kanë lënë Bujanovci e me shku përpjet, prej Macedonisë e me shku përpjet. Pra pozita geografike në të cilën mund të kalojnë rrugët, është shumë e rëndësishme. E dyta që ka bëhe kjo India, ka përdor masa fiskale, pastaj e ka mbrojt konsumatorin me subvencionet të ndryshme, me lejimin e vonesave të pagesave të tatimeve dhe të ngjashme, dhe ka shfrytzuar kapacitet e saj të rafinimit. Rafinerit e naftës në Indi janë më të mëdhajat në gjithë Azinë. Aty edhe shtetet e tjera i kanë përdorur ato rafineri. Me që ndoshta jeni të e dëgju një farë ushtime ka njëherë. Nuk mbaj men kur në Prishtinë ka pas frymë e erë kaq të madhe dhe kaq të tradhshme. Besoni, po dridhet edhe kulmi i shtëpisë e lema dritarët ka njëherë. Andaj ushtima është prej erës jashtë, jo prej brenda këto. Që kjo gjendje e Indisë miq tregon diçka shumë të madhe. Në epokën e krizave energjetike, fiton ai shtet që ka diplomaci fleksibile, që ka rafineri të naftës, që ka rezerva dhe para së gjithash aftësi për të mos u lidhur verbrisht vetëm me një blok. E përmena pak përpara Turqien. Pyetje të cilat shtrohen tek ne, pyetje naive, ignorante, se me cilin blok ka Yaman Turqia, janë pyetje që do të shtrohen për shtetet vogla si Malizi, Bullgaria, hajde po thome dhe Shqipëria të ne këto. Vendet si India, vendet si Turqia, për to nuk bohen pyetjen cilin blok është. Po jo pyes juve, rizalillah.
Në cilin blok është India? Me kulturë, me përpjekje, me teknologji, është shikon ka perëndimi, natyrisht, raportet me Amerikën, për shkak të rrezikut nga Kina dhe nga Pakistani. Por në të njëjtën kohë, India është një shtet ku promovohet ajo fryma kulturore aty në dhe ruhet në shajtnin, e kanë bërë shajt punën e lopës. Pra, India ka përfituar shumë pikërisht për shkak se nuk ka pasuar verbalisht vetëm një blok, vetëm një anë, a me Rusi, a me Amerikë, a me Kinë, apo me Perëndim. E ka kshyrë hesapin e vetë vëllai. India, thash, është konsumatori i tretë më i madh në botë i naftës pas SBA-ve dhe Kinës. Prandaj edhe ky shtet nuk ishte imune ndaj pasojave negative të luftës së Iranit, mbylljes së ngushticës së Hormuzit, por i ka tejkaluar më së miri nga të gjitha aleancat dhe shtetet e botës. Në të njëjtën kohë, New Delhi ka përfituar ndjeshëm nga zbritja e naftës, nga zbritja e çmimeve të naftës të marra nga ti qujtash shtetet e sankcionuara, fillimisht Rusia e kjo Irani, e derisa pushtohet Venezuela nga Amerika edhe nga Venezuela, e që për Venezuelen do të flas pak më poshtë në mënyrë më të zgjeruar. Po vendet e varfra janë viktimat më të mëdha. Vendet në zhvillim, edhe ato që kanë borxhe të larta, rritja e naftës është katastrofë e dyfisht. Sepse ato paguajnë më shumë edhe për importin e energjisë dhe njëkohësisht ushqimi dhe transporti bëhen menjëherë më të shtrenjta. Lujnë rap. Banka ekonomike ka paralajmëruar se vendet në zhvillim mund të goditen shumë rënd nga inflacioni dhe ngadal nga një goditje ekonomike si pasojë e ngadalësimit të theksuar të zhvillimit ekonomik të tyre. Në këto vende në zhvillim, të varfra t'i quaj, kriza e naftës shpesh kthehet në krizë politike. Nëse në Amerikë thash, po ndjehet kriza politike e Washingtonit, qysh këto? Çfarë ndodh kur ndjehen këto kriza politike? Protesta, rënje qeverive, radikalizëm social dhe varësi më e madhe nga huat ndërkombëtare, që FMN-ja, Banka Botërore, Amerika, ajo, kënaqen të dhanë hua dhe kredite me çmime marramendse që nuk do të mundin me i përballu në të ardhmen, por që janë të detyruara të marrin sot. Dhe natyrisht varësia ndaj shteteve të fuqishme e 100%, edhe më e fortë se çka qenë më parë. Tash, Ballkani, Kosova dhe Shqipnia, çfarë mund të themi? E dim, këto vende janë të ekspozuara, me thënë kështu, përmes 3 kanaleve në raport me krizën e tanishme. Në 3 pika goditen dhe kanë fillu me u godit. E para, transporti. Qysh, çdo rritje e naftës natyrisht rrit çmimin e mallrave të importuara. Së dyti, diaspora. Është faktori i dytë që ka me ndikue në ekonominë e Kosovës, Shqipërisë, të Ballkanit. Kur rritet meq kostoja e jetesës në Gjermani, Zvicër, Austri, në Suedi, në Itali, atje ku e kemi diasporën, natyrisht diaspora ka më pak hapësirë për remitanca, sepse do t'i ndalë parat për shpenzimet e veta atje. Ma pak ka mundësi për investime, ma pak ka mundësi për udhëtime. Darsma që jenë bo e vjetë, këni me i pa si vjetë, darsma që jenë bo vjetë, edhe i ka dhënë 30.000 euro si vjetë, nuk kom i dhënë ma shumë se 20.000.
Nëse i ka thirë 500 vetë, vish në një marakri i darsmave, nuk i thirë 500, po kam i thirë 300, bile kanë me ishty darsmat, ma mje po shkoj po rrim një muj 0 mujin e mjaltit, e mjalt ju shkov gjithmonë, se sa unë e mjë dhanë 10.000, 20.000 e 30.000. Dhe e treta, me u këthy të serioziteti i temës, është sekuenca e kësaj ushqimet. E para ke transporti, e dyta diaspora, tash i treti ushqime. Natyrisht nëse shtrejtohen nafta, shtrejtohen plehrat kimike, prodhimi bujqësor bje, pakohet ose dobësohet dhe natyrisht kjo ndikon në të gjitha segmentet e jetës. Kjo prek drejt për drejt familjet në Kosovë dhe Shqipëri, në hapësirën shqiptare gjithandej, si rezultat i asaj që u bohe me goditjen e Iranit. Nuk po du më me përmen ato, dardhen u kere, por vazhdua të ja kujtoj aty në njerëzve të mire, inshallah bohen të mirë, që mos t'i marrin analizat tona, analiza sikur të tjerve me telefon dorë, një video e dëgjon edhe vjet ta shkallmon, ta shkoq, të analizu luftën e Hormuzit, e Venezuelën, e Amerikën, e ato atje. Dhe në të njëjtën kohë mos çuditen me titujt, të cilët i kemi marrë me shkollim, hoq të azam. E çfarë e keqe është? Çfarë e keqe është nëse një hoq i shpjegon edhe problemet ndërkombëtare nëse i lexon. Ku shkruan Kur'an, janë Bibël, në libër shkruan, se nëse ti je preft ose hoshti nuk guzon me folë për politika ndërkombëtare. Përkundrazi, kjo është dhunti, kjo është bereqet, kjo është ndihmes nga Allahu i Madhërisht, udhëzim nga Allahu i Madhërisht dhe rezultat i punës së vazhdueshme duke i përcjell ngjarjet ndërkombëtare. Miq, rritja e çmimeve të naftës nuk është thjesht pra çështje pompash benzine, por në rastin konkret është test i fuqisë së shteteve të ndryshme. Shtetet që kanë rezerva, që kanë porte, që kanë rafineri, që kanë diplomaci të fortë dhe alianca energjetike mbjetojnë më lehtë. Shtetet që vetëm importojnë dhe reagojnë vojnë, paguajnë çmimin më të lartë. Ndër ato shtete është edhe Kosova dhe Shqipëria. Çdo shtete që reagojnë vonë, importojnë nga jashtë dhe nuk merren në kohë paraprake me ato që do të ndodhë nesër. Nuk i dëgjojnë fjalët, teoritë, kërkesat, lutjet e njerëzve të cilët i përcjellin dinamikat e botës dhe të cilët kanë lutë qeverit e Kosovës. Krijojeni institutin, jo një, po krijoni institute kërkimore, shkencore, strategjike për t'i përcjell dinamikat e botës. Nxjerreni një periodik, 2, 3, 4. Nuk kushtojnë shumë, do të veçtru dhe vullnet dhe gatishmëri për ta bërë. Sepse periodikët, institutet janë vendet të cilat paralajmërojnë shtetet që të merren me atë çka sot dhe çka mund të ndodhë nesër. Kryeministrat, ministrat, njerëzit vendimmarrës nga presidenca e në për institucionet relevante të tjera, do t'i kanë mbi tavolinë dokumentet, raportet, studimet se çfarë është duke ndodhur rreth Kosovës. Përndryshe, bijmë padashtas në dëm të qytetarëve të vendit, në grupën e shteteve që jo vetëm se importojmë për shkak se kemi nevojë me importu, por bijmë në grupën e shteteve që reagojmë vonë dhe çmimin e reagimeve të vonshme pastaj e paguajmë ne si qytetar. Në botën e sotme të nderuar miq, nafta nuk është vetëm gjak i ekonomisë globale, por është edhe më shumë, është nervi kryesor,
është boshti kryesor i marrëdhënieve gjeopolitike të botës. Dhe kush e kontrollon, pra rrjedhën e naftës e kontrollon, jo vetëm tregjet, por edhe ritmin e politikës botnore, interferimin në të, ndryshimin e kohëve të saj dhe natyrisht përfitimet kryesore që bëhen aty. Po kthehem tek çështja e Amerikës, miq. Rritja e çmimit të naftës në SBA ka pasoja shumë më të thella se sa thjesht shtrejtimi i naftës, benzinit, dizelit. Në fakt, nëse e shikojmë historikisht ka pak historinë e SBA-ve, shumë kriza ekonomike, shumë ngritje të çmimeve kanë shkaktuar humbje të zgjedhjeve presidenciale, protesta sociale dhe madje edhe ndryshime të kurseve të politikave të jashtme. Gjë që të gjitha këto janë lidhën me çmimin e naftës dhe me krizat e naftës që janë krijuar her pas here. Pse SBA-t, dikush mundet me pyet, masë është një shtet që e prodhon masë shumëti në botë. Pse edhe superfuqi edhe të goditet kaq shumë dhe masë shumëti prej të tjerave? Sepse SBA-t sot është ndër prodhuesit më të mëdhej, mirë po, është edhe ndër hargjuesit më të mëdhej të naftës dhe energjisë në përgjithësi. E flasëm ne shqiptarët, nuk është me rëndësi sa me rrogë, po sot jesin të shtëpia për muajin tjetër. Ti mundesh me pas rrogën 5.000 euro, në Gjermania dikon. Por nëse pej 5.000-ve nuk mundesh me i skenjue një 100 për me ardhur të shtëpia me gëzue prindin, me i gëzue vllaznit e përhargjimet e tua për rekreacion e pushime, atëherë i bie 0-0, sikur ka në Kosovë me i marrin 600 dhe me 600 me e mbulue ti muajin. SBA-t pra prodhojnë shumë, mirë po hargjojnë shumë në të njëjtën kohë. Problemi është tek konsumimi jashtëzakonisht i madh i energjisë në SBA. Ekonomia amerikan është e ndërtuar, e thash pak përpara, në lëvizje, distancat e mëdha midis qyteteve. Shumë qytete nuk kanë transport publik si Evropa. E kam një familjar, një mik në Los Angeles, që aty rreth Los Angelesit. Kur isha në Gjermani, po i thëm, u knaqena për trena, për autobusa, gjëna me i hyp makinës. Në çdo 4-5 minuta. Po thënë qytetin ton, jam që 6-7 vjet, hala s'kum pa me sy autobus. Veç me kerr. E natyrisht, kjo luks i tepruar, kjo mos them çmenduri njerëzore që ka ndodhur nëpër disa vendeve të botës, tani po kthehet bumerang. Amerikën bëne, shumica e shtresave, Amerikën bëne te parajs, po natyrisht se kanë më të ardhur miliona migrant, natyrisht se kanë më të shkofit, natyrisht se kime u sprovue nga kjo gjendje. A është e mundën që një qytet i madh të mos ketë edhe transport publik. Pra, miq, që kjo nafta e argjilës, shale oil, të cilën e nxjerr SBA-ja dhe e ka bë fuqi botnore. Nxjerret në Texas, në North Dakota, në Dakotën Veriore, New Mexico dhe të ngjashme, i ka dhënë mundësi mu bë fuqi. Po në të njëjtën kohë, automobilat, lëvizja, jo s'kur në Evropë me pasën transport publik, e ka prue Amerikën dhe qytetarin Amerikan, e tash ju tregoj cila shtresë është godit më së shumti, çuditeni ndoshta në gjendje të këtij. Pra, Amerikani mesatar është shumë i varur nga nafta, dizeli, benzina, se sa që është i varur Evropiani. Mos them edhe ne këto. Në SBA, miq, ekziston një fenomen unik. Çmimi i benzinës është pothuajse indikator edhe emocional kombëtar, në nivel kombëtar. Kur Amerikani e shet tabelën e pompës atje, $2 për gallon, ndihet i sigurt. Kur e shet $4,
$5, $6, ndihet se ekonomia po shkatrohet dhe shteti i përftyrohet para syve të tij si një kundërshtar apo një armik i tij. Presidentet amerikan shpesh janë matur politikisht pikërisht me çmimin e dizelit e të benzinës. Për këtë arsye, presidentet lirojnë rezerva strategjike në mënyrë enorme. Kërkojnë dhe i bëjnë presion OPEC-ut që ta rrisë prodhimin, rrisin dhe ushtrojnë presionin diplomatik e herher edhe kërcënues të regjimeve, sidomos Arabinë Saudite, sepse këto po mënona me shpjegue. Rritja e naftës rrezon popularitetin e një presidenti dhe rrezon presidentin, e që ja humb zgjedhjet 100% po. Që ky efekt ka efekt zinxhiror në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do me thonë, kur rritet nafta, rritet transporti, rritet ushqimi, rritet kostoja e ndërtimit, rritet kostoja e qirajes, rritet biletat e aeroplanëve, rritet Amazoni, Walmart Logistics, rritet faturat e rrymës, e të ngrohjes, e të çdo gjë. Pra, nafta është inflacion mbi inflacion në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo ka ndodhur, e kanë pa amerikanës se çfarë është kjo, me rastin e luftës së Ukrainës, me rastin e tensioneve të herpashershme që bëhen në lindjet e mesme, e tani me rastin katastrofik të luftës kundër Iranit dhe mbylljes së kësaj ngushticës së Hormuzit. Ajo që më së shumti, dëgjoni çet fakt të çuditshëm. Ajo që më së shumti në Sheba preket dhe goditet nga çeto ngjarje, a di kush është? Është kjo shtresa e mesme. Edhe kjo është shumë interesante sociologjikisht. Përse në teori zakonisht dhe në praktik të pasurit e përballojnë krizën. Të varfrit marrin ndihma nga shteti e ata që goditen janë klasa e mesme. Për çka? O zotni, sepse kanë makina. Këshyri mu të regue si kur të pasurit e nuk dojnë me u duk dhe me jetu si kur të varfrit, makinat ma të shtrejta, ma të kushtushme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po flas në total, në përgjithësi, i kanë pikërisht shtresa e mesme. Që kjo shtresa e mesme udhëton larg për punë, pastaj ka kredi shtëpie, pastaj ka shpenzime të larta mujore, ka fatura të ndryshme, ka këtë dhe goditet ma shumë se shtresa e varfër dhe shtresa e mesme. Dhe kjo pastaj me njëre pason nga kjo shtresi social. Ullje konsumi, zemrim politik, polarizim, e natyrisht, si që ka ndodhur disa herë, dalje në rrugë dhe kërkim të shtekdaljes nga pozita dhe biruca në të cilën bie kjo shtresa e mesme. Historikisht, meq, krizat e naftës kanë ndryshuar shumë dhe kanë ndikuar në ndryshimin e politikave të Amerikës. Ta zam, kriza e vitit 1973, lufta e Izraelit me Arabët, pastaj Fejsali ku ja prend fort naftën vendeve perëndimore dhe shëbave, sidomos e paguan tani me kokë, andaj edhe të tanishmet e kanë ato si model Fejsalin dhe zguzoj me livrit vesht, sepse vendet arabe të gjirit arabik, ju e dini, një pjesë e madhe e pagesave që i bëjnë shëbave dhe vendeve të tjera janë për të ruajtur regjimet, për të mbet në këmbë dhe për të ruajtur prej armikut, si që e quajnë ata Irani, $triliona, vendet arabe gjirit persik aty, $triliona blejnë armë. Për shka? Për Jemenin, që është buz katastrofës, bok nuk kanë me hangër. Murujt prej kujna, prej Iranit. Edhe murujt për njëni tjetrit. Ju kujtojnë ngjarja e Katarit me Arabinë Saudite dhe Emiratet. Katastrofa.
Pra, kriza e vitit 1973, çka ndodh atëherë? Në Amerikë me kilometra bëhen radhët para pompave të benzinës. Ekonomia amerikane hyn në krizë, fillon kjo epoka e stagflacionit, ndryshon strategjia amerikane të linjës së mesme dhe pastaj për dekada e mbajnë nën kontroll siç janë duke e mbajtur tani. Krizë tjetër, përveç 73-ës, është kriza e Iranit e vitit 1979. Revolucioni i Iranit, revolucioni islamik i ngrit çmimet e naftës. Presidenti Jimmy Carter atë botë humb nga populariteti dhe dështon politika e tij. Në vitin 2008, këtë krizë kam pa vetë se këtë kohë kam qenë unë në Dubai. E kam pas se çka do të thotë në një shtet të pasur kriza globale. Nafta në atë kohë ka pasku në $150 për fuqi. Transporti u patgodit, u mbyllën me kamiona, me aeroplana, me kontejnera, me sen. Konsumatori amerikan dobësohet, thellohet kriza financiare dhe SBA-ja vje para një momenti katastrofik dhe vendimtar. Shkojmë tutje. Pse pra dikush që thët SBA-ja, Evropa, vendet demokratike, demokratizimi i Evropës, demokratizimi i Evropës e të drejtat e pakicave, të etnive, Nigeria, Venezuela, s'po pyes heq pse pra SBA-ja interesohet ka shumë për xhirin persik, për lindjet e mesme dhe xhirin persik. E shpjegova deri më tani. Për dekada SBA-ja ka mbrojt rrugë detare. Baza ushtarake ka bën në xhirin persik. Ka quar flotën e flotat më të mëdha. Për shkak se ekonomia amerikane nuk mund të toleroj më një shok të madh energjetik siç e ka pas në 73-ën, 79-ën, në 2008-ën. Prandaj miq, Hormuzi është interes strategjik amerikan. Është frymarrja, mushknia e ekonomisë amerikane njëre për njëre. Arabia Saudite në të njëjtën kohë është aleat jetik, ndërsa stabiliteti i xhirit është i barabartë me stabilitetin ekonomik amerikan. Arabia Saudite, për të cilën të na do uleman thojza, vendi i vetëm i tauhidit, a jeni të kuptu, o vllazni, është aleati jetik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe Arabia Saudite, me thonë bashkë kosovarqe, shqipqe, kështu, nuk mundet me lëviz bashkë kur gjahiq, as me një muë, as mës me një muë, pa lejen paraprake, pa komunikimin paraprak, pa informimin paraprak të Pentagonit, të State Departmentit, të shtëpisë së varë të administratës amerikane, po leni ato prallë, ato mashtrime që ja bëni xhamateve të tuaja, vend i tauhidit. Këto vende tjera nuk janë rregull, ato janë vend i tauhidit. Ndërsa, jo që e shihni Amerikën si armik i Islamit, po bashkë që kjo Arabi Saudite është aleatja kryesore, mos them në botë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Është një paradoks që e përmena pak më lart. Dhe ironia është pikërisht këto. SBA-ja pra është prodhuesi gjigant i naftës, por njëkohësisht mbetet peng i tregut global. Sepse, meq, çmimi i naftës, dashta e thash pak më lart, nuk e di, çmimi i naftës vendoset jo vetëm nga, domethënë, nuk varet vetëm nga prodhimi amerikan, por nga tregu ndërkombëtar, nga OPEC-u plus, nga luftrat e Hormuzit, nga Kina, nga kërkesat globale dhe të ngjashme. Dhe kjo është arsyeja pse edhe një konflikt i largët nga Amerika mund të godas direkt qytetarin amerikan dhe nafta, si që thash në fjalinë e parës e dytë, mund të jetë, po ajo është një konflikt, një luft e heshtur, një armë e heshtur, por mund të jetë edhe shumë më e fuqishme dhe rrezikshme se lufta me kërcënime
të armëve bërthamore, lufta ushtarake dhe konflikte si kjo që po ndodh tani në gjirin persik. Rritja e naftës ndikon në kriminalitetin ekonomik pastaj në Shtetet e Bashkuara, ndikon në stresin psikologjik, është duke ndikuar në migrimin e brendshëm, është duke ndikuar në rënjen e udhëtimeve, në uljen e konsumit në restorane dhe në markete, madje shumë Amerikanë tani për tani janë duke i ndryshuar vendet e punës, janë duke u zhvendosur më afër qyteteve, sepse po dohet naftë, dhe janë duke hequr dorë nga pushimet, kur çmimet e karburanteve ende mbeten të larta për gjepat e tyre. Kjo është goditja të cilën i ka dhënë Irani nga Amerikës, nga brenda Amerikës. Dhe kjo është faktura të cilën është duke e paguar Trump si president, se jo si person. Administrata Trump, Amerika në përgjithësi dhe qytetarët e Amerikës si rezultat i fillimit të luftës së Iranit. Aq më shumë do të ndodhte tragjedi, krizë globale, 3 herë më e madhe se që është tani, e 5 herë më e madhe në Amerikë se që është tani, nëse do të guxonte Donald Trump ta shndronte, ta kthente Iranin në kohën e gurit, siç pati kërcënuar në mënyrë aq të çuditshme më shumë se një herë. Përveç këtyre që i përmena, meq, në Amerikë është ndodh edhe një problem tjetër, apo mund të ndodh, është Fedi. Kur rritet nafta, natyrisht se rritet inflacioni, Fedi me njerë i rrit normat e interesit. Edhe kjo sel, çka sjell? Kredi mashrajta, rënje e tregut të banesave, presione mbi bizneset dhe natyrisht rrezik recesioni në SBA. Pra, një krizë nafte në Amerikë, ose ta them kështu më mirë, një krizë nafte mund të niset apo të kaloj në Hormuz, nga Hormuzi në pompë benzines, nga pompa benzines në inflacion, nga të normat e interesit dhe recesion i ekonomisë amerikane. Në SBA, apet po e thom, nafta nuk është vetëm energji, por është stabilitet jetik, politik, siguri kombëtare, psikologji kolektive, është faktor që ndikon në zgjedhje, është instrument geopolitik dhe pikërisht për këtë arsye SBA vazhdon të jetë kaq e përfshirë në lindjet e mesme edhe në epokën e energjisë së gjelbër. Po puna e Venezuelës të cilën e përmenda pak më lartë, Venezuelën pas largimit burgosjes së Maduros, po dihet se SBA-ja tani më është duke e shfrytzuar, jo duke e shfrytzuar, po duke e shitur naftën e Venezuelës, sikur të ishte nafta e vet. Kompani Chevron dhe Shell veç ja kanë nisën ristrukturimin e rafinerive të naftës në Venezuelë, ka filluar shitja e naftës venezuelane edhe në tregjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por parapasyve të qytetarit amerikan, 7 herë më shumë janë duke umbushur rezervat e naftës, e benzinës, e dizelit e aty në seneve, të cilat pandal janë duke ardhur nga Venezuela. Rafinerit amerikanëve që kanë filluar me njëherë edhe eksportimin e naftës venezuelane, larg Kinës, larg Rusisë, fillimisht drejt SBA-ve dhe në drejtim të shteteve të cilat Amerika ka tregti. Synimi kryesor, miq, jo që i përcjellni videot e mia, kam një kërkesë për juve, po ajo që thuhet për Amerikën po e kemi folje, e kemi bë poezi. Megjithatë, jo që i përcjellni videot e mia, mos i besoni lajmeve kur ndodhin ngjarje të mëdha si burgosja e Maduros dhe në për media
flitet jo për shkak të narkotikëve, jo për shkak se popullin e ka shkel, jo këne, jo ka. Ose regjimi i Iranit, se na po i nimojmë, Netanyahu dhe ke po i nimojmë bre iranianve, o iranian beson në neve, qono në kam rëzën e regjimin. Ose në Nigjeri atje ne po i ndihmojmë të krishterve, sepse muslimanët atje shumic po i shkelin muslimanët të krishterët andej e këndej dhe kudëkof. Mos ju besoni let. Analizani. Mos tëm, këshirni njëre videot e mija dhe pastaj këshirni se çka po ndodh në botë në lidhje me një çështje të caktuar. Sepse as Maduro nuk është rëzu vetëm për shkak, peshti që do vetëm për shkak të narkotizmit, as në Iran nuk është lufta për shkak të regjimit, se vallahi me qëtë regjim kanë me komuniku apet, nëse nuk ndodh ndonjë mrekulli e papritur, e as në Nigjeri për shkak të krishterëve aty, e as në Grenland për shkak të kësaj, por krejt puna është për shkak të interesave kaq të ndjeshme dhe kaq të thella të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që ndërlidhen sidomos me produktin e naftës. Venezuela për vitet të tëra, edhe këto po e them dhe po përfundoj. Venezuela për vitet të tëra ka qenë e lidhur edhe me Kinën, ka eksportuar shumë drejt Azis, ka bashkëpunuar me Iranin, ka bashkëpunuar me Rusin dhe ka anashkaluar sankcionet amerikane. Bile 2-3 vjetet e fundit para kapjes së Maduros, edhe Turqia ja ka pasnisën do raporte tepër të ngushta me Venezuelen, Vestel Arçelikje dhe kompanit e ndryshme të mobiljeve turke, Istikbal e të tjera shumë kanë hap fabrika e vende pune e vende shitjeje në Venezuelë dhe Turqia ja ka pasnis veç me blet do produkte të naftës nga Venezuela. Në inaugurimin e presidentit Erdogan, prezent i ftuar ka qenën edhe Marcos Maduro. Aty si një vend, si një president i një vendi të rëndësishëm për Turqinë. Pra, të gjitha këto rrugë, të cilat për Shëban kanë qenë të rrezikshme, kontraproduktive, me marrjen e Maduros, Shëbaja i ka mbyll. E ka tërheq Venezuelën nga djepi i Kines, nga djepi apo nënsqetulla e kësaj Iranit, nga djepi tjepër i Rusis, nga vizi me Republikën e Turqisë dhe me disa vende, dhe e ka pastrua. Prandaj, pa hezituar, kam thënë në një video të kaluar, se nëse ka ndonjë president Amerikan që e ka kthye komplet doktrinën e James Monroe dhe është duke e implementuar sikur të ishte në shekullin e 19, në kohën e presidentit Amerikan James Monroe, është pikërisht Donald Trump. Çfarë do të thotë kjo? Kthimi i strategjisë dhe interesit amerikan në vendet e Amerikës Latine. James Monroe, doktrina e tij thotë se për Shëban, Amerika Latine është sikur zit e syrit. Andaj te Francë, te Britani, te Holland, te Knej, te Gjermani, largonë pejtuhet se keni me pas problem me mua. Tentativat e tanishme, me Venezuelën së fundme, me Kolumbin para kësaj, dhe me Argentinën sidomos, duke e mbështet aq fuqishëm presidentin Melonin e Argentinës, Shëbaja veç i dha botës shaj, Kinës, Rusis dhe vendeve të tjera, se Amerika Latine është balkoni ekonomik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe për fund të fundit, paradoksi kryesor i Shëbave është se me gjithë që ajo ka fuqin numër 1 të botës në prodhimin e naftës, nafta venezuelane, për shkak se është e lirë, me gjithë që ka nevojë të përpunohet. E kam shpjeguar në një video të kaluar, Venezuela dhe Hormuzi, lindja e mesme,
për ekonomin dhe strategjin, për interesat afatmesme dhe afatgjata të Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë sa rëndësia e dy syve për një njeri. Miropafshim.